Snadrini, përshëndetje. Përshëndetje, Gjergj. Pak ditë më parë u shpallat një nga më të mirët e sportit shkodran për vitin 2024. Ishte një kënaqësi dhe emocion për ju? Ishte një kënaqësi që një emocion shumë i bukur dhe ishte një vlerësim dhe ishte e veçantë sepse ishte hera e parë që shpallem një nga më të mirët e Shkodrës. Duket që karriera juaj po merr formën e duhur, titujt kampion një pas tjetri, fitoren në boksin profesionist, tashmë edhe vlerësimet, anketat e tilla. Janë motiv për të bërë mirë edhe në të ardhmen? Po, patjetër, sepse gjithmonë kur merresh me një sport ndihesh edhe mirë kur vlerësohesh për atë që bën dhe kur merr trofe për atë gjë. Ne ju kemi shpallur në bazë votimeve më të mirët, por në fakt ka qenë viti 2024 më i miri për ju? Unë më thënë drejtën, unë e shaf si një diçka që zgjatë, mundohesh çdo vit të jetë më mirë se viti i kaluar. Edhe po ashtu është, 2024 që ishte një vit më i mirë se 2023 dhe shpresojmë që 2025 po ashtu të jetë një vit më i mirë dhe më i marr se viti i kaluar. Cilin do të konsideroni momentin më të mirë të vitit të kaluar? Ndeshjet profesioniste, fitoret e tyre, kampionati kombëtar që jam shpallur kampion, këto janë disa nga momentet më të bukura. Në garat kombëtare kuptohet kulmi është kampionati kombëtar, aty ku të gjithë boksierët tentojnë titullin kampion. Ju e keni të dytin vit me radhë që shpallet. Po. Gradualisht po hyrin në mes boksierëve më të mirë të vendit edhe të historisë. Emocione për ju dhe për familjen tuaj? Është një diçka që kam punu shumë vite me radhë, si më thonë, që një moshë të vogël, në kam fillu boks në moshën 11 vjeçare. Edhe është një diçka që e ke menu shumë vite dhe po ashtu pres arritje më të mëdha se vetëm kampionati shqiptar, pres gjana më të mëdha prej vetit. Edhe kam emocione të bukura, por nuk është se është diçka shumë e jashtëzakonshme. Është diçka që pritet. Është vështirë të merresh me boks sot? Apo në përgjithësi me sport? Çdo sport ka vështirësinë e veta, po derisa ke shumë vite që merresh me këtë gjë, ke përgatit vetin se ka vështirësina, ka pjesë të bukura, edhe nuk është se të ka një problem kjo pjesë. Çdo sport ka vështirësitë e veta. Shumë prej moshatarëve tuaj ndoshta preferojnë të qëndrojnë diku për të kaluar orë të tëra ndenjur, ndërkohë që ju paradite dhe pasdite jeni në stërvitje. Patjetër, duhet me bëj smetin, se thojmë ne, çdo gjë ka atë pjesën e vet. Unë kam provu edhe pjesën që mendoj paradite dhe masdite pushim. I ditë i dyja se si janë, po kur i mësu me bëj diçka ton jetën, nuk nihesh ti vet rahat, si më thënë, nuk nihesh vetvetja. Duhet se s'bën me kanë aktiv. Kohët e fundit, shumë për boksierë shkodran dhe shqiptar i kanë hyrë tashmë edhe profesionalizmit. Është më vështirë? Boksi profesionist është pak më ndryshe se boksi amator, po unë që një moshë të vogël më ka pëlqyer gjithmonë më tepër boksi profesionist, se gjithmonë kam njeh boksier profesionist më tepër se boksin amator. Boksi amator më duk gjithmonë si një shtyse për me arrit dikon në boksin profesionist. Nuk më duket shumë më e vështirë, për arsye se boksi amator ka vështirësinë e veta, ndryshon i fije, ke për të marrë peshën më gjatë kur në kompeticione që zgjasin me javë tëra. Nuk është si me thënë boksi profesionist që ke më peshu sa të neshën e ke nesër. Janë vështirësinë ndryshme, ke rande më tepër. Nuk di si me ta krahasu, domethënë. Boksi është ndryshme, por nuk është se është shumë më vështirë se sa boksi amator. Në të ardhmen e shihni vetin në të dyja llojet e boksit, edhe në boksin olimpik edhe në boksin profesionist? Mendoj se edhe disa vite kam qef me bëjë në boksin amator me marrë pjesë, mrapa kam qef me fokusu më tepër në boksin profesionist. Se nëse me bëjë këtë gjë si karrierë, me vazhdu më tepër boksin amator, nuk ti jep ato gjana, domethënë. Boksi amator, boksi olimpik. Bravo. Atë boks amator edhe kometka. Po tregon që mund të ketë edhe medale të rëndësishme edhe në rrjet ndërkombëtare. Dhe i ka synim dhe objektiv se na drini fitimin e tyre? E kam si objektiv, thjesht duhet me mendoj vetë personalisht për veti, duhet me pas një përgatitje personale pak më ndryshe se sa për boksin profesionist. Se boksi profesionist është një ndeshje edhe jep ton energjit në atë ndeshje, kurse në boksin amator si në ditën e parë, si në ditën e fundit duhet me pas një jetë performancë që me fitu ndeshjet, se janë disa ndeshje në vazhdim. Mund të jenë 5 ose 6 ndeshje për me arrit në zonën e medaljeve.
E tha që keni nisur herët boksin. Po. Kohë humbur për ju apo jeni shumë i lumtur që keni bërë këtë zgjedhje? Nuk ka kohë e humbur, se unë qysh në moshë të vogël e kam pas pasion. Mund e më papyt, kur kam keni vogël që dhe më bë, futboll e kanë pas tanë mosha vogël. Kanë thënë gjithmonë të më bë futbollist dhe boksier. Jam marrë edhe me futboll para boksit, 6-7 vjet që jam marrë nga 2 vjet me futboll. Po e vuna re që nuk ka se më pëlqete atë shumë, edhe futet e boksi. Nuk ka se më duket kohë e humbur, domethënë, ka kanë pasion ta njëjtën më marr me këtë sport. Tash kur rritesh normal e shef edhe i fije mandresh, po e kam filluar si pasion, nuk më duket kohë e humbur. Sa ka ndikuar pjesëtarët e familjes Drini tek përzgjedhja juaj për qenë pranë boksit? Nuk ka se më ka shty kush për këtë pjesë. Baba në një moshë të vogël më ka folë për boksin, për sportin përgjithësi, se tanë axhat i kam pas 2 axha mundsa, babën mundës, axhën e vogël kam pas boksier. Edhe ka në nënës dajet i kam pas sportista, edhe nuk ka se thjesht është folë shumë për sport në shtëpinë time, edhe sikur je influencu, po e di ti vetë. Edhe të ka hinë qefë, si me thonë. Kam zgjidhur sportin e boksit, ajo gjë më ka pëlqyer dhe mendoj se e kam vazhduar për këtë arsye. Kush është njeriu që gëzohet më shumë në familjen Drini kur fiton një ndeshje të rëndësishme? Nana. Nana është i fije kështu si emocionohet më tepër, si para ndeshjeve, si mas ndeshjeve. Kurse baba është kështu thjesht jep këshill, thotë kujdes, shife vetë, njërin tjetrën. Kritiku më i madh? Që kritikon më tepër? Që kritikon familjen? Nuk ka se më kritikojnë shumë nana, prep, ose baba nuk ka se më kritikon. Baba thjesht thotë i rrit, din vetë çfarë bën, thjesht jep ata fjalët e veta. Nana është më tepër që është i fije më emocionale, rënë të flet për këtë pjesë. Sa ka ndikuar stafi trajnerëve të vllaznisë në formimin tuaj? Ndikon sepse kur dikush të mikqyr tash e parë, mundohet me të pa mirë, mundohet me të shty, a din, ndikon për mirë kjo pjesë. Keni punuar prej shumë vitesh me Jetmir Kuqin. Po. Keni marrë diçka prej tij? Shumë gjëra kam marrë prej tij, me të thënë drejtën. Si ka ana, si mendoj për pjesën e boksit, si ka psikologjia, si ka stili boksimit, plus është edhe një pjesë individuale, si thotë Jetmir Kuqi. Po shumë gjëra kam marrë, se kur ke vazhduar qysh të moshë të vogël, shumë gjëra i marr për atij person. Shumë kush e vlerëson Jetmir Kuqin si një nga boksierët më të mirë që kanë nxjerrë Shkodra. Dëshiron të ngjajë Senat Drini edhe të bëjë më mirë se sa Jetmir Kuqi? Shpresoj që me arrit qëllimeve që kam kryer, nuk ka se kam si me thonë, sa thonë për axhin tem për shembull, a ke qef më bë më i mirë se ky, më i mirë se ai, nuk e shoh kështu. Çdo njeri ka rrugtimin e vet, a din, çdo edhe për bokserë shqiptar që janë aktual, kam qef mi po ata të bë mirë, si me thonë. Kush janë peshë me mua sigurisht, se kush janë peshë me mua në kampionat kombëtar, normal se ke qefti me fitu. Po kush janë, domethënë, të ekipit njërin tjetrën, kam qef tani pa mirë. Unë thjesht kam qef me arrit synimet e mia në këtë sport. Kaq. Çfarë pret Senat Drini për vitin 2025? Shpresoj të kemi disa fitore të mëdha, po ashtu në boksin profesionist rritem, domethënë rank botnor dhe me arrit këto gole kishte kanë mirë, si më thonë. Një urim për sportin shkodran nga ju? Urim? Një urim? Shpresoj që ta sportistët të plotësojnë ëndrat që kanë në jetë. Shpresoj që të arrijnë ata që dëshirojnë edhe për ata që kanë punu. Faleminderit Senat, dhe suksese. Gjithashtu faleminderit.